Përshëndetje miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte i gatshëm të jepte çdo gjë për të kënaqur të tjerët dhe asnjëherë nuk ndalej. Madje as atëherë kur familja e saj nuk i kishte mundësitë. Megjithatë, përpjekjet e saj ishin të kota. Me kalimin e kohës, ajo mësoi se i vetmi që duhej kënaqur me të vërtet ishte ai që i shpëtoi jetën. Dhe këtë e kuptoi në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Mary, mjaft e përplasë kokën në mur. Nuk vlej për asgjë. Jam një nënë e keqe, shumë e keqe. Ej, ndalo! Ndryshe ata të dhomës ngjitur kanë për të telefonuar menaxherin ose policin. Nuk më bëhet vonë fare. Atëherë nuk kemi për të shkuar në dasëm. Do kthehemi në shtëpi. Jo, po unë dua të shkoj në dasëm. Po edhe të sillesh si e çmendur para qindra njerëzve. Jo, shkojmë në makinë. Jo, nuk dua. Do të kthehemi në shtëpi. Do apo nuk do ti? Miqtë e mi, po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 297, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Dua të shkoj në dasëm, edhe të takoj miqtë e mi. Jo, do të shkojmë në shtëpi. Po dua të jem me ta kur të hapin dhuratat. E po ti e di shumë mirë se kur sillesh si fëmijë do të trajtoj pastaj. Më lër të spres, dua të iki vetëm. Jo, nuk do të lë. Ndim! Mjaft. Më ndihmoni, im shoq më ka marrë peng. Shiko se kam për të mbyllur në ndenjësen e pasme, ha? Pa provoj një herë. Do t'i ul sigurisat e makinës edhe mos dalësh jashtë fare. Ti je e çmendur, Mary. Je e çmendur fare. Kjo ishte vetëm një copës nga jeta e personazhit ton disa vite më parë. Javën e kaluar mësuam se ajo ishte fëmijë vetëm dhe ishte rritur me një nënë që shqetësoi jashtëzakonisht shumë. Më pas u martua me një burr që vinte nga një familje shumë e madhe dhe së bashku patën 3 fëmijë. Ajo rrezikoi të vdiste për shkak të kolitit dhe dhimbjeve të barkut, gjatë kohës kur po sillte në jetë një nga fëmijët e saj. Më pas u shtrua në psikiatri. Kjo është dëshmia e vërtetë e Mary Goloversik, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Megjithse unë edhe im shoq ishim të diplomuar, ne kishim probleme financiare. Unë jepja mësim me kohë të pjesshme, ndërkohë që Jimmy e humbi punën në minierën e hekurit në Michiganin Verior. Fëmijët rriteshin, edhe punonin çdo lloj pune që ju ofrohej. Pas diplomimit, djali i madh u bë pjesë e flotës detare. Më pas, u lidh me një vajzë dhe u martua. Fëmia i tyre i parë lindi para kohe dhe vdiq. Humbja e fëmijës më preku aq shumë, sa nuk gjeja më forcë të vizitoja varrin e Timeti edhe të gjyshërve. Kur Judy, nusja jon, mbeti sërish shtatzën, ajo erdhi të jetonte me ne. Alo? Mary, ta ktheu makinën personit të cilit ja ke dhënë? Po, mami. Mirë. Këtë mëngjes kam nevojë të më çosh në market. Po, unë kam për të çuar Judyn tek mjeku sot. Dhe më pas kam studim biblik. A mund të shkoj më vonë? E po mirë. Mbase mbaroj herët. Kam shkuar në këtë studim biblik për më shumë se 10 vjet. Nuk dua të heq dorë tani, mami. I ke hyrë fes me kokë, mu i bi. Si po të shkojnë gjërat me Judyn? Ajo ndihet ndryshe, por mendoj se kjo është normale. Situata është pak stresuese. Edhe për këtë arsye, unë edhe Jimmy grindemi ndonjëherë. Ja kisha frikën kësaj. Ai nuk do që të kuptoj. As ti. Në fakt, ti mund të ndryshosh gjërat. Unë bëja gjithnjë atë që më kërkonte baba yt. E po ja që tani e lidhur me dikë tjetër, i cili është shumë ndryshe nga babi apo jo? E vërtet, por të siguroj se jeta me të është shumë argëtuese. Pas lindjes, Judy shkoi të jetonte me prindrit e saj. Kështu unë edhe Jimmy ndoqëm disa seanca këshillimi martesor. Djali ynë i dytë shkoi të jetonte vetëm pasi mbaroi shkollën e mesme.
ende kisha mos marrëveshje me Jimin. Dhimbjet e forta të barkut më bënin akoma më shumë nervoze. Por më pas kuptova se duhet ta kisha mësuar më shumë fjalën e Perëndis. Nëse do të kisha bërë ato që thuheshin në të, sjellja ime do të kishte qenë ndryshe. Doktori mendonte se dhimbjet ishin thjesht në mendjen time. Jimmy filloi ta besonte këtë. Në rregull, mirupafshim. Kush ishte? Shoqja ime Suzana më kërkon të shkoj në qendrën ku luhet bowling, edhe të shoh nëse bashkëshorti i saj është atje. Mos më thuaj që do shkosh. I thash fjalën që po. Po ti sigur the që ke dhimbje? Kam, po duhet ta ndihmoj Suzanën. Meri, një gjë nuk kuptoj unë. Si mund të lejosh të tjerët të të shkelin me këmbë? Mua më pëlqen që t'i ndihmoj njerëzit. Ashtu? Atëherë na ndihmo ne të ndryshojmë. Ti bën shumë për të tjerët, por harron marrëdhënien tonë. Jimmy, në marrëdhënien tonë unë kam bërë atë që ka qenë e nevojshme. Po si? Të raskapitesh gjithë ditën për të tjerët. Pastaj në shtëpi kthehesh vonë dhe zemëruar. Më ka ardhur në majt të hundës. Jimmy kishte të drejtë. Për 2 muaj udhëtova me autobus sepse makinën ja kisha dhënë borxh dikujt. Një herë kur vrava këmbën, po shkoja tek mjeku duke çaluar. Gjatë rrugës, personi që më kishte marrë makinën më kaloi pranë dhe nuk ndaloi. Koliti dhe dhimbjet e barkut ishin shumë të forta. Kishte raste kur përplasja kokën në mur ose në dysheme sepse ndihesha e pavlerë. Për shkak të depresionit nisa të mendoja për vetvrasjen. Kështu shkova të takoja pastorin. Meri, po çfarë të mundon? Ti e di që Jezusi të do. Me mendje e di, por kam kaq shumë dhimbje në zemër sa e kam të vështirë që ta besoj se dikush mund të më doj. Madje edhe vet Jezusi. Dje eca përmes makinave me shpresën që dikush do të më shtypte. Ti nuk duhet të mposhtesh nga djalli sepse i përket Perëndis. Tek letra e parë Korintasve, kapitulli 6, vargjet 19 dhe 20, thuhet: A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. A e mban mend çfarë na tha Zoti, Meri? Vjedhsi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të keni jetë, edhe ta keni me bollëk. Jeta ka kaq shumë dhimbje. Dua vetëm të vdes, edhe të jepën Zotin. Por ai ka një plan për jetën tënde, Meri. Vetëm ai e vendos se kur është koha të vdesësh, jo ti. Po vuaj kaq shumë. Gjithë një grinde me tim shoq. Po ç'vlerë ka kjo? As për Jezusin nuk ishte e lehtë. Mban mend për çfarë u lut ai para se të kryqëzohej? Mos u bëft vullneti im, por ju ti. Biblia thot: por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur, Meri. Të përpiqem më shumë. A e dëgjon atë stacionin e Krishterë në radio? Vetëm kur kam kohë. Muzika më ndihmon, sidomos programi Të lirë nga prangat. E ke dëgjuar ndonjëherë? Po, dëshmitë që transmetojnë në këtë program janë të vërteta, inkurajuese dhe sfiduese. Jetë vërtet të ndryshuara, por jeta ime pse nuk ndryshon? Ki besim tek Zoti, Meri. Perëndia do që ne të jemi besnik, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje. Disa herë Perëndia dërgoi pastorin edhe shumë të tjerë për të më shpëtuar nga vetvrasja. Në ato kohë nuk po e kuptoja çfarë po i shkaktoja familjes me traumat e mia emocionale. Mendoja se kisha rënë pre emocioneve. Një fundjavë, ne udhëtuam për 4 orë sepse duhet të shkonim në një dasëm. Gjatë kohës që ishim në një motel, më zun disa kriza nervore. Kështu Jimmy më ktheu në shtëpi. Pasi u kthyem, unë vendosa të ecja në këmbë për të shkuar në një qendër psikiatrie, e cila ishte 160 kilometra larg. Arrita të ecja vetëm 80 kilometra. Ju jeni Meri Goloversik? Po, unë jam. Duhet të vini me ne. Po unë nuk kam bërë asgjë. Bashorti juaj ju ka kërkuar gjithandej. Ai na telefonoi dhe kërkoi t'ju merrnim. Po ai thot se jam e çmendur. Prandaj jam nisur për në psikiatri. Mos u shqetësoni. Do t'ju çojmë në spital dhe do t'ju ndihmojmë.
hipnin në makinë. Qëndrova në spital për disa javë. Kur u ktheva në shtëpi, unë edhe im shoq ndoqëm disa seanca këshillimi martesor. Por më pas filluam të grindeshim sërish. E dija se duhet të punoja shumë me veten. Ju luta Zotit që të më ndryshonte, kështu do të mund ta ndryshoja edhe martesën tonë. Meri, mos trokit, e ja hyrë brënda. Kam nevojë të më japësh disa para borxh. Të japun, po sa të duen? Sa për të paguar biletën e autobusit për në Chicago edhe për të bler disa ushqime. Në Chicago? Po çfarë do të bësh atje? Do të shkoj tek një qendër që quhet Pacific Garden Mission. Qendër e krishterësh kjo? Po, ndihmon njerëzit. Kam dëgjuar për të në radio. E di Jimmy? Do t'ja them sapo të mbërri. Nuk dua të më ndaloj. Zemra e mamit. A mund ta shkruash adresën që ta kem këtu? Asun nuk e di atë, mama. Personi me të cilin fola nga ajo radio e krishter më dha vetëm emrin e rrugës. Numrin nuk e di ende, por do ta gjej. Je e sigurt? Chicago është një qytet shumë i madh. Mund të ndodhë ndonjë gjë. Mos u shqetëso, mama. Po si të mos shqetësohem, moj bi? Kjo është kaq e papritur, Meri. A je e sigurt se po merr vendimin e duhur? Shumë e sigurt. Kam nevojë të qëndroj vetëm për disa kohë. Dua që gjërat të ndryshojnë. Mendoj se drejtuesit e qendrës do të më ndihmojnë. Kam nevojë që të kujdesesh për Jimin edhe djalin. Të lutem. Bëra gati një çantë me rroba dhe u nisa për tek stacioni i autobusit që ndodhej 80 kilometra larg. Tek kisha i lash një shënim pastorit, ku i kërkoja të kujdesej për djalin e vogël, i cili ishte 15 vjeç. Pastori e mori vesh lajmin shumë shpejt dhe erdhi të më takonte kur ende nuk isha arritur tek stacioni. Kështu që më shoqëroi ai me makinë deri atje. Jemi në dimër, Meri. Pastaj nuk është mirë të ecësh kaq shumë. Ke të drejtë. Nuk i ndjej më këmbët. Je sigur se personeli i shërbimit të autobusëve punon të dielave? A di ndonjë orar se kur mund të vijë autobusi? Di që kalon pas dite. Atëherë do të duhet të presësh për pak kohë. Të paktën nuk do të më duhet të eci në të ftohtë. Faleminderit që po më shoqëron. Dua të lutemi para se të nisesh. Perëndia u kujdes për mua dhe gjatë rrugës takova shumë njerëz të dashur. Sa po mbërrita në Chicago, pyeta si mund të shkoja në lagjen State Street. Kur po ecja për të shkuar në jug të lagjes State Street, rrugës pash një tabelë që thoshte Jezusi shpëton. Ajo ishte qendra. Drejtuesit e qendrës më pranuan dhe një mjek më tha se kisha bërë mirë që kisha shkuar. Pasi më dhanë mundësinë të qetësohesha, ata më lejuan t'i zgjidhja vetë rrobat që do të vishja. Ishte viti 1987 dhe në qendër gjendeshin 16 krevate. Por kishte më shumë se 30 gra. Kështu disa prej tyre flinin në dysheme. Ushqimi ishte shumë i shijshëm. Ti je një gruaj bukur, Meri. Je e pastre? Ja. Këtu ka për të të pëlqyer. Ja, me sigurt për këtë. Më pëlqen fakti që nuk kam për të gatuar apo për të larë rroba. Po edhe këtu ka punë. Duhet të mbajmë rregull dhe të ndjekim një studim biblik. Mua më pëlqen që ta studioj Biblën. I beson gjërat që ata thonë për Jezusin? Që ai i vdiq në kryq për mëkatet tona? Sigurisht që po. Ai është biri i Perëndis, i cili dha jetën për ne. Edhe ai është rruga e vetme për të shkuar në parajs. Nëse i di të gjitha këto, atëherë pse je këtu? Kam nevojë për gjëra të tjera. Gratë këtu sillen shumë mirë. Ashtu është, por ti bëj kujdes. Ajo gruaja me thinja atje në fund dikur ka vrarë një djalë i cili kishte abuzuar me të, ndërsa tjetra pranë saj është marrë me kokainë. Ne të gjitha jemi mëkatare në një mënyrë ose në një tjetër. Të gjitha jemi të pastreha. Jeta në qendër më mësoi shumë gjëra. Ne ishim një familje e madhe dhe e lumtur. Miqt dhe familja më mungonin tej mase, por mendoja se kjo ishte mënyra e vetme për të shpëtuar jetët tona. Kur dëgjoja problemet e grave të tjera, i harroja të mijat. Ne bashkonim duart dhe luteshim për nevojat e njëra tjetrës. Më pëlqenin shërbesat e mbrëmjeve, adhurimi, edhe dëshmit që ndaheshin. Gjithashtu mësova si të ndaja ungjillin me njerëzit në rrugë, shpërndaja fletushka. Disa herë në javë ndiqja seancat e këshillimit dhe në fund jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Si e Meri? Javën tjetër kam takim me kirurgun. Shpresoj të më ndihmojë për dhimbjet e barkut. Ka qenë e vështirë për ty apo jo?
Po, më duket vetja si Jobi, që të gjithë kohës kam dhimbje. Mjeku i familjes thotë se e gjitha është në mendjen time. Im shoqe beson këtë. Prandaj kam qenë e stresuar dhe e zemëruar. Nuk është mëkat të zemërohesh. Edhe Perëndia zemërohet, por ne duhet të merremi me mëkatin ashtu siç thuhet në Bibël. Zemërohuni dhe mos mëkatoni. Diellit mos perëndoj mbi natin tuaj. Po thua se nuk duhet ta përplas më kokën në mur? Nuk duhet të jemi të dhunshëm. Bibla thot: a nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni më vetvetes? Nuk duhet ta ngrem zërin edhe të mallkojmë. Perëndia dëshiron që ne ta themi të vërtetën me dashuri. Sa e frikshme. Shumë njerëz më kanë thënë se jam e çmendur. Dhe unë i kam besuar ata. Mësoje përmendësh këtë vargun tek letra e 2 e Timoteut. Po unë nuk i mësoj dot gjërat përmendësh. Sigurisht që mundesh. Ja, është kapitulli i parë, vargu 7. Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Këshilltarja citonte gjithnjë vargje nga Bibla dhe më nxiste ti mësoja përmendësh. Pavarësisht dhimbjeve, kisha shumë dëshirë të eksploroja qytetin e Chicagos. Madje një herë shkova të vizitoja një muze. Për shkak të dhimbjes, flija në krevat marinari pothuajse çdo natë. Isha e gëzuar që do të operohesha, por koha që po kaloja në spital ishte e kotë. U operove? Jo, unë isha gati, por operimi u anullua. Nuk më thanë pse. O, më vjen shumë keq. Mbikëqyrësja e qendrës më foli për një klinikë që gjendet këtu pranë. O, sa mirë. Im shoq më telefonoi në spital natën që do të operohesha. Familja jonë do të mblidhet sepse doktori mendon se nëna e Jimit mund të mos ja dalë mban gjatë operimit. Ata duan që të shkoj atje. Unë nuk isha me Jimin kur babai i tij vdiq. Gjatë asaj kohe isha shtruar në psikiatri. Mendon se duhet të shkosh? Po të mundja do të shkoja. Unë e dua si Jimin, ashtu edhe vjerën. Ku mendon se do Perëndia që t'jesh? Ai do që unë të rri këtu derisa të shërohem. Disa javë më parë Jimmy më telefonoi për të më thënë se një nga djemt kishte thyer këmbën dhe ishte kthyer në shtëpi. Kisha shumë dëshirë të kthehesha. Megjithse djemtë e mi janë shumë të pavarur, isha e sigurt që djali i vogël edhe im shoq do e ndihmonin djalin e dytë. Ke folur me Jimin për këtë? Jo. Ndonjëherë nuk ja tregoj gjërat për të cilat kam nevojë. Komunikimi midis nesh është bërë pak i vështirë. Ka një kohë për gjithçka. Një kohë për të grisur edhe një kohë për të qepur. Një kohë për të heshtur edhe një kohë për të folur. Ky është vargu i një këngë të vjetër. Jo, ky është një varg nga Bibla. Gjendet tek libri i Predikuesit, kapitulli 3, vargu 7. Meri, urtësia vjen nga Perëndia. Medito mbi fjalën e tij dhe do të fitosh shumë njohuri për gjërat e jetës. Nëse marrëdhënia me Jimin nuk është e mirë, atëherë shkruaj një letër. Kjo është një ide shumë e mirë. E mban mend vargun që mësuam javën e shkuar? Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Të lumt. Tani fole dhe shkruaje të vërtetën me dashuri. Vjera ime nuk vdiq. Unë shkova në Chicago dhe u operova. Doktori më tha se kisha endometriozë dhe se kisha nevojë për histerektomi. Vendosa të mos merrja përsipër kurime që kërkonin kohë derisa të kthehesha në shtëpi. Kështu ai më dha disa qetësues. Megjithse kisha shumë dhimbje, mësova si të kujdesesha për trupin tim. Më pas, njëra nga gratë me të cilat ndaja dhomën, më kërkoi që të largohesha nga qendra dhe të qëndroja me qenin e saj të sëmur. Meri, të lutem. Qeni është e vetmja familja që kam. Prindrit e mi nuk jetojnë më. E di. Unë duhet të qëndroj këtu për shkak të punës, por ti mund të jetosh në dhomën që kam marrë me qera. Po dhoma është bosh, brenda nuk ka as shtrat për të fjetur. Mund të flesh në dysheme? Edhe këtu në dysheme flem. Unë i dua kafshët edhe qeni yt është shumë i mirë, po nuk mundem. Duhet të qëndroj këtu. Shumë faleminderit. Je një mike e jashtëzakonshme. Meri, si arritet ta merri atë vendim? Po ja, kuptova që Zoti më do këtu që të mbaroj këshillimin. Ke marrë vendimin e duhur. Në fakt, e kam të vështirë të them jo.
Me thënë të drejtën, isha gati të shkoja. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundoj përtej fuqive tuaja. Por me tundimin, do t'ju jap edhe rrugdalje, që ju të mund ta përballoni. Unë nuk kam për t'i mësuar asnjëherë vargjet kështu si ti. Sigurisht që do t'i mësosh, por ti duhet të kuptosh se Perëndia do të ketë gjithmonë një zgjidhje për problemet e tua. Në fillim mbase nuk do të pëlqej, por e vërteta të bën të lirë. Po si do ta kuptoj unë zgjidhjen që Perëndia ka? Unë nuk jam fare e zonja për këtë. Po kjo është një gënjeshtër nga Satani. Ti Mary, ua bën shumë qefin të tjerëve. Por Perëndia do që ne ta ndihmojmë njëri tjetrin, duke thënë jo, unë sapo humba një shoqe. Të thuash jo, mund të jetë një ndihmë për të tjerët. Ndonjëherë edhe Perëndia thot jo. Është e vërtet. Kur themi jo, ne i ndihmojmë të tjerët të marrin përgjegjësi për gjërat që bëjnë. Kur erdha në qendër, unë nuk isha para. Madje as për të blerë një bilet autobusi që të kthehesha në shtëpi. Ndaj u gëzova kur më pranuan. Ti nuk mund të qëndrosh këtu për gjithmonë. Qëllimi i qendrës është që ti të ecësh me këmbët e tua dhe të kthehesh tek familja jote. Dhe qendra e arrin këtë duke të ndihmuar në marrjen e vendimeve. Jam shumë mirënjohëse, edhe këtë po përpiqem të bëj. Ti bëre gjën e duhur duke i thënë jo mikeshës tënde. Shpresoj që të jetë kështu gjithmonë. Mos i lejo të tjerët të përdorin dhe të abuzojnë me ty. Ti je fëmia i Perëndisë. Lexoje Biblën dhe shiko çfarë thot Perëndia për vendimarrjen. Ne duhet kënaqim Zotin, jo njerëzit. Shiko çfarë tha Pali tek letra e Galatasve. Kapitulli i parë, vargu 10. Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndisë. Apo kërkoj të pëlqej njerëzve. Sepse po të kërkoja të pëlqeja njerëzve, nuk do t'isha shërbëtar i Krishtit. Ndërsa tek letra e Kolosianëve kapitulli 3 ai tha: Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Kjo ndryshoi mënyrën time të menduarit, që nga ajo kohë, unë i përballja gënjeshtrat e jetës me të vërtetën që gjendej në Bibël. U rrita në besim dhe u bëra e fortë nga ana emocionale. Pas 3 muajsh u ktheva në shtëpi, por largësia kishte ndikuar shumë keq tek Xhimi. Kështu, shkova të jetoja me nënën. Mary, ke qenë larg për shumë kohë bi. Mama, bëra mirë që u largova. Xhimi nuk ka faj që është mërzitur. Unë nuk do ta kisha bërë kurrë këtë që bëre ti. Po, mami, unë kisha konceptin e gabuar për jetën. Tani kam mësuar se duhet të them jo njerëzve dhe po Perëndisë. Nuk po të kuptoj. Për çfarë e ke fjalën? Që tani e tutje, Zoti është i pari në jetën time. Rëndësi për mua do të ketë vetëm ajo që ai thot në Bibël, vetëm ajo që ai kërkon në jetën time. Kjo mund mos i pëlqej Xhimit. Është e vërtet. Zemra ime, unë nuk dua të kesh më probleme. Mos ke ndërmend të ndahesh nga ai? Jo, ky nuk është vullneti Perëndisë. Ai e urren divorcin, përveç kësaj, unë e dua tim shoq. Edhe ai më do. Pastori do ta marrë Xhimin edhe do të bisedojmë të tre. Sa mirë. Perëndia është besnik. Jam e sigurt që dëshira e tij është që unë edhe Xhimi të pajtohemi. Pastori na ndihmoi të pajtoheshim. Megjithatë, unë edhe Xhimi shkonim në kisha të ndryshme. Isha me kolit dhe kisha ende dhimbje. Doktori refuzonte të më operonte, bazuar në analizat që kisha bërë në Chicago. Dëshira ime për t'i dhënë fund jetës ishte e fortë. Ende godisja kokën me zemërim, pastori u tregua besnik edhe na ndihmoi. 2 vjet më pas u ktheva në Chicago. Një specialist që jetonte në një qytet tjetër pranoi të më operonte. Mary, si ndihesh? Me mpirë, Dhimbja nuk ka qenë thjesht në mendjen tënde. isha e sigurt për këtë. Endometrioza është përhapur në mitër dhe në një nga vezoret. Të hoqa vezoren e mirë, në mënyrë që të rregullojmë nivelin e hormoneve. Në rregull. Kam zbuluar se ke edhe adenominoz. Janë disa gjëndra që rriten brenda mitrës. Ju më operuat apo jo? Po, gjatë operimit në sallë mora edhe një gastroenterolog, sepse operacioni më parshëm të kishte shkaktuar ngjitje të indeve.
Vite më parë, unë kam hequr fshikëzën e tamthit. Jap se indet e ngjitura të kanë mbështjell mitrën dhe të kanë shkaktuar dhimbje. Të paktën ti më besove. Ti jam shumë mirënjohëse. Gjithë ato vite duke vuajtur mund të ishin shmangur. Do të ndihesh mirë sapo të rregullohet niveli i hormoneve. Vazhdoja të vuaja nga koliti, por dhimbjet pas operimit u reduktuan. Unë dhe Jimmy ndoqëm sërish seanca këshillimi, dhe kjo na ndihmoi. Me kalimin e viteve, Perëndia shëroi plagët tona. Gjithnjë kam jetuar në bazë të asaj që thuhet në Bibël. Nëna ime jeton vetëm. Edhe unë ende e ndihmoj kur ajo më jep ndonjë porosi. Alo? Meri, i kam ende të injtura këmbët. Po unë të thash dje që mund të çoja tek mjeku, mama. As fshesën me koren nuk arrita ta vendos dot në prizë. Atëherë po vi menjëherë. E shikon sa të fryra i kam këmbët? Mua nuk më duken të fryra. Madje të duken edhe kockat. Oh, nuk jam mirë, jo. Dëshiron të të çoj në urgjencë ose tek mjeku. Jo. A je sigurt për këtë? Sepse nesër kam një seancë në spital. Vazhdo ti bëje seancën. Po patë nevojë për ndonjë gjë telefono urgjencën. Edhe Jimmy do të kontrolloj her pas here kur unë të mos jem. Familja jo nuk kujdes për ta, por 2 ditë më vonë. Ajo vdiq nga një infarkt. Për muaj të tërë, unë fajsoja veten për vdekjen e saj. Më pas, vendosa tim poshtja mendimet e mia me të vërtetën që gjendej në Bibël. Kështu, i kërkova Perëndis të më falte, nëse kisha lënë pas dore nënën time, kur shkova të ndiqja seancat. Megjithatë, unë duhet të falja veten më parë. Dhe këtë e bëra kur pastori më tha se nuk mund ta gjykoja veten. Vetëm Perëndia mund të gjykoj. Sot, prioritetet e mia janë Zoti dhe im shoq, jo njerëzit. Martesa jon po ecën shumë mirë, dhe jeta me Jimin është jashtëzakonisht e bukur. Kohët e fundit kam qenë në qendrën e Pacific Garden Mission në Chicago, vendi ku unë jetova për 3 muaj. Atje filloi shërimi im. Kur po largoheshim nga qendra, pyeta nëse mund ta ndaja dëshminë time në programin të lirë nga prangat. Dëshminë e ndaj për të ndihmuar të tjerët të kuptojnë dashurinë dhe fuqinë e Perëndisë. Dëshirën e tij për të na bërë të lirë dhe për të na dhënë një jetë të re në Krishtin. Lutja ime është që njerëzit të mos jetojnë me gënjeshtrat e jetës, por me fjalën e Perëndisë e të jenë ashtu si çdo ai. Jezusi dëshiron të bëhet shpëtimtari juaj gjithashtu. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 5 dhe në vargun 24 thuhet: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Dëgjuesi dashur, ju mund të kaloni nga vdekja në jetë duke kërkuar Jezusit hyjë në zemrën tuaj. Nëse keni nevojë për këshillim në marrjen e këtij vendimi jetëndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutja Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. A e kanë prekur jetën tuaj këto dëshmi? Nëse po, tregojuni edhe të tjerëve kur dhe ku mund na dëgjojnë. Po kështu mund merrni pak minuta kohë për të falendëruar edhe stacionin radiofonik që sjell tek ju të lirë nga prangat. Ndoqët programin me numër 297. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Mary Goloversek. Të lirë nga pranga të prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshim.